Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi me historinë e radhës. Historia e radhës është një tmerr, është një tragjedi. Të japësh veshkën për kunatën tënde, për motrën e burrit, edhe mos të vlerësohet ajo kurrë në jetë. Kjo është historia e Ermirës. Unë jam Ermira dhe historia ime nuk është as roman e as film. Është një realitet i dhimbshëm që po jetoj çdo ditë me një trup të lodhur, me një shpirt në përkëmbur dhe me një zemër që re veç për fëmijët e mi. Unë jetoj me një veshk, jo sepse më zgjodhi Zoti të lindja kështu, por sepse një ditë vendosa të bëhem shpresë për dikë tjetër. Dhe jo për këdo, po për kunatën time, motrën e burrit tim, e cila, pas shumë vitesh vuajtje, e sëmur rënd dhe përfundoi në dializë, isha dëshmitare e çdo dhimbje të saj, e çdo dite që ajo luftonte për të mbijetuar, ndërkohë që familja jonë ra në panik. Mjekët thanë se transplanti ishte vetmja mundësi për të shpëtuar jetën e saj. E gjithë familja bëm analizat. E vetmja përputhshmëri dolëm unë edhe kunati. Por pa diskutim të gjatë, vendimi u mor. Do jepja unë veshkën. Askush nuk më pyeti nëse doja, askush nuk më tha, a je gati për këtë sakrificë të përjetshme. Burri im i njëjti që sot nuk më hedh më syt, më tha vetëm kaq, ti je më e fortë, ti mundesh. Dhe unë heshta, se mendova se kështu shpëtonim jetën e kunatës, se do isha jo vetëm një nën, një grua, por edhe një heroin për një familje që më kishte pranuar si nuse. U bindja që një ditë do të ma falenderonin, do të më kujtonin me nder. Shkuam në Greqi, aty në një vend të huaj, me letra, firma, analize, nënshkrime mjekësore. U përgatita për operacionin më të madh të jetës time. Kam qarë vetëm në heshtje. Në mbrëmje, nëpër korridoret e spitalit, ndërkohë që burri më qëndronte pranë me një ftohtësi të çuditshme. I thosha vetes, mbase është i shqetësuar për motrën, por nuk e dija që ai do të bëhej burim i dhimbjes më të madhe në jetën time. Transplanti doli me sukses. Mjekët më quajtën heroin. Motra e burrit filloi të përmisohej dhe unë u ktheva në shtëpi, në Shqipëri, me një trup që nuk ishte më si më parë. Më ndryshoi metabolizmi, më ndryshuan hormonet, fillova të shtoja peshë, të lodhesha shpesh, të mos i bëja dot gjëra që dikur i përballoja me shumë energji. Por ndryshimi më i madh nuk ndodhi me trupin tim, ndodhi në syt e burrit tim. Ai as më shihte më, ai nuk më dëshironte më, ai nuk më fliste më. Ftohtësi, përçmim, mungesë respekti. Dhe unë fillova të dyshoja. Ndoshta jam bërë e shëmtuar, thoja. Ndoshta nuk më tërheq më. Ndoshta sakrifica ime më ka rënuar edhe si grua. Dhe dyshimi u kthye në realitet. E zbulova. Ai kishte një tjetër grua. E donte, i buzëqeshte asaj, flinte me të, planifikonte jetë tjetër me të, ndërsa unë, njeriu që humbi një pjesë të trupit për të shpëtuar motrën e tij, isha kthyer në një hije që mbante shtëpinë gjallë. I kërkova përgjigje. Ai më tha vetëm që ti s'je më ajo që ishe, s'je më grua për mua. Ç'të them më shumë?
Sot unë punoj me një veshk, me trup të lodhur, me lot me sy, se nuk dua të prish martesën, se fëmijët s'kan faj, se nuk dua që ata të jetojnë pa babain e tyre, edhe pse ky baba nuk na njeh më. Nuk i intereson më nëse jam mirë apo jo. As Vjera, ajo që duhej të më kishte parë si vajzën që sakrifikoj për bien e saj, nuk më ka thënë kur faleminderit. Nuk e ka hapur ndonjëherë këtë temë. Sikur ajo veshkë të ishte një thes me bukë që u dha dhe me dëshirë e pa dhimbje, të gjithë heshtin, të gjithë harojnë. Por unë nuk haroj, sepse çdo ditë që lodhem nga puna, çdo natë që ndjej trupin të më kërcas, çdo herë që prek plagën në trup, e kujtoj se çfarë dash dhe çfarë humba. Unë jam Ermira. Nuk jam thjesht një grua, jam një nën, një njeri, një shpëtimtare që shpëtoi dikën nga vdekja. Edhe tani, jeton me një bashkëshort që i vdiq shpirtërisht për të. Por jeta nuk më ka lënë vetëm me këtë burr. Sikur të mos mjaftonte dhimbja fizike dhe tradhtia, duhej të përballoja dhe paragjykimin. Fqin të filluan të flisnin, disa thoshin që isha bërë si hije, të tjerët më pyesnin pse isha trashur, pa e ditur se pas çdo kilogrami të shtuar fshihej një betejë hormonale. Një rrugë mjekësore që më kishte lodhur, që më kishte ndryshuar. Askush më nuk më pyeti pse ecja e përkulur, pse buzëqeshja gjithnjë më rrallë, pse sytë e mi ishin të përlotur dhe kur nuk kishte asnjë arsye për të qarë. Burim nga ana tjetër sillet si të mos ketë ndodhur asnjë gjë. Ai vazhdon jetën e tij si beqar, nëpër kafene, udhëtime, takime të fshehta, fëmijët e ndjejnë mungesën emocionale të tij, por unë mundohem t'i mbroj, t'u jap dashuri të difisht, u gatuaj, i ndihmoj në mësime, i përqafoj kur qajnë, dhe netëve kur bie qetësia dhe të gjithë flen, unë lutem. Lutem të kem forcë, lutem të mos më tradhtoj shëndeti, se po më ra edhe kjo veshk që më ka mbetur, askush s'do të kujtohet se kam qenë dikur një heroin e heshtur në shtëpinë e tyre. Ka ditë që dua të largohem, të mbledh fëmijët e të nis një jetë të re. Qoftë edhe me sakrifica të tjera, por të paktën me dinjitet. Por më ndalon frika. Më ndalon mendimi për fëmijët, për pasiguritë, dhe më ndalon një pjesë e vogël e shpirtit që akoma shpreson se ndoshta një ditë ai do të kthej kokën, do të ndjej pendes, do të më kërkoj ndjes, edhe pse e di që kjo është një ëndër që po tretet dita ditës, më mban ende në këtë martesë si një fije e hollë faji që më lidh pas kujtimeve. E vetmja gjë që më mban gjallë janë fëmijët. Kur i shoh, më kujtohet arsyeja pse nuk jam rrëzuar, pse nuk kam dorëzuar shpirtin edhe kur jeta më bëri copë. Aty gjej motivin për të buzëqeshur, për të punuar, për të qëndruar e fortë, dhe në fund të çdo dite, kur mbyll syt i them vetes, ti nuk ke humbur Ermira. Ata kanë humbur. Ata kanë humbur një grua që dha gjithçka, një nën që nuk do të harohet kurrë nga ata që e kanë parë të qajë në heshtje dhe të qëndrojë pa lëkundur përballë këtyre stuhive të jetës.